personin në hetim apo të pandehurin në raste të caktuara dhe Qartë. të paraqes pse duhet të vazhdoj. Pra, prezumohet që nuk duhet duhet vazhdoj vetëm kur ka arsye. Kjo gjë Qartë, nuk pra çdo 2 bëhet, muaj por duhet unë të mendoj që riparë. në kuadër të këtij detyrimi, mendoj që kjo praktik mund të jetë një shkak që të ndryshojë masat ekzistuese. Sigurisht kundrejt një vlerësimi të posaçëm. Në të fundit, gjykata e lartë nuk ka zgjidhur çështjen. Gjykata e lartë thjesht ka përcaktuar orientime të përgjithshme. Do duhet gjyqtarët e shkallëve të para apo të apelit dhe në raste shumë të rralla vetë gjykata e lartë në kuadër të kontrollit që i bën si gjykata më e lartë të vlerësojë nëse jemi në kushtet e një mase të duhur apo jo. Kështu që në këtë aspekt secili person do duhet që këtë ta bëjë kundrejt një procesi të posaçëm, i cili do t'i nënshtrohet debatit gjyqësor etj. Kam përshtypjen që ky diskutim bëhet kaq i madh, nëse mund ta quajmë kështu, edhe pse besoj se kur ka ndryshime të tilla, patjetër që ato duhen hedhur në diskutim për të kuptuar pse jo edhe elemente të cilët ndoshta nuk dihen nga më herët, po patjetër duke e lidhur me faktin se merr një peshë tjetër kur flasim për funksionarët e lartë publik shtetëror apo jo. Patjetër që po flasim për gjitha llojet e individëve. Do të thënë, duhet kemi parasysh që një Ne njeri po i cili flasim për është të gjithë, po kam përshtypjen që më shumë rëndon, po themi në këtë pjesë, sepse aty pastaj nisin edhe akuzat unë e mbroj tjera. dhe jam i idesë që çdo kush kur është person nën hetim ose i pandehur, nuk ka më emër tjetër. Mund të ketë qenë ministër, mund të ketë qenë çfarëdo, ai është i barabartë si gjithë tjerët dhe ka një emër person nën hetim apo i pandehur. Në këtë aspekt mendoj se është e nevojshme që ne të jemi një shoqëri më e ndjeshme dhe të jemi më të pandjeshëm ndaj emrave dhe më të ndjeshëm ndaj drejtësisë. Sepse drejtësia, prandaj simboli është një statuje e cila ajo zonja e drejtësisë e cila i ka sytë mbyllur, sepse nuk duhet